KS vendos rinumërimin e të gjitha kutive në qarkun e Fierit. Vendimi u mor pas kërkesës së dy anëtarëve të Partisë Demokratike në KS. Kështu, do të rinumërohen votat e partive politike dhe të kandidatëve në qarkun Fier. Me vendim të dy anëtarëve të këtij organi, Ledio Brau dhe Elvis Çefa, u caktua të hapen të gjitha kutitë e qarkut të Fierit për subjektet politike dhe për kandidatët. Me kërkesë të dy anëtarëve të KS, i kërkohet administratës që të këshyrë të gjitha kutitë e votimit për qarkun Fier për subjektet politike dhe kandidatët. Fieri është qarku i dytë pas Tiranës që do të rinumërohen votat e zgjedhjeve parlamentare të 11 majit. Kujtojmë se opozita nuk e ka pranuar rezultatin e zgjedhjeve dhe ka ngritur pretendime për një masakër elektorale të kryer nga qeveria Rama në bashkëpunim me krimin e organizuar. PS kryeson bindshëm në këtë qark, duke shënuar një diferencë të thellë me koalicionin e Sali Berishës. Në këtë ritme, socialistët sigurojnë 12 mandate, duke i marrë 3 PD-s nga zgjedhjet e 2021-shit, teksa presin rezultate më të thella edhe nga vota e diasporës. PD-HM ka marrë 25,45%, që do të përkthejë në 4 mandate nga 7 që kishte 4 vite më parë.